Këngëtarët e njohur Shkatrim Milos Katranin dhe Sherefedin Ali Mehmet Katranin. Ju jeni të njohur në opinion. Po qysh me thot, tash unë e kam me fol para se ja gëzama. Më njohën këtë Hasani, më njësh më ka shosh në Shërkjati, në Qatipi, më njohën shumë vetë, më njohën Hebripi, më njohën shumë njohën. Shumë më njohën shumë qëmë. Sa kaseta keni të incizuara? Po, unë s'baj besë e na i vjedhin vllat poqa. Nga 3.000, Da ka vjedh shumë. 5.000, 6.000. E kena pas shumë, edhe kena shit shumë. E në kanë marrë callët dhe djera të një thungu, në callët. Problem kena pas. Cila është përmbajtja e këngëve? Po, qyre vllat poqa, unë me emni si Shkatrim Milos Katrani, në shpi pa më thot Shkatrimje, shoqnia, po më thot melodia, me gdhele. E Katrani jena si vlozër këtu, na kena fillu me kënu prej kure ka na marrë tu bigjën. Kënojna moti, se jena rrit me fujte. E ne, nona na ka rrit me marmullat, s'kena pas, po përshkrujna fujtjet në përmes kaset. Unë s'ma ka të kësha jemi në direkt në di, Sherefedin Ali Mehmet e di, në shpajmë kasën e di, shefo, se di si maj matë, kësham se ki është e maj mullë që më pak, një disatë. Shefo, a fermë në më kasën dino, e di, a metë më kasën shokët, që sa Sherefedin Ali Mehmet. Keni këngë traditë familjare? E kena, po nona nuk ka pas muzita, shka me dzerë dhe ajo një kaset. Nona ka me bo kaset se boba tash për tash është tuk nun prekulit traktorit vlot. Bilin e ka vjetë një këngë ne ka vjetë. Da ka vjetë një këngë, po qashto. Mirë bone që i kalzove. Mirë ke bo shumë. A shumë tush në kina të këngë, a që po e sa tush në jeme. Janë kret tush do konga. Ma shumë i kina kësi... Ky e gjon ma shumë një radio stanis New Delhi nga India. Festival tash kanë me na thirë një di. Kanë me na thirë festival Turki Stamo. Unë n'goj ma shumë jush një vetar Kemal Malovqi që ne përkthejna kongë. Tu me shumë turqë se i kom qifë tushën, kësha di kur mbajten. Ju jeni edhe autor i disa teksteve muzikore. Po jena. Për nga ideja dhe qka ju inspiroj për formulimin e tyre? Qa po thot vlat po? E të që thot, kësha thot edhe kësha u gjia, edhe si shkroni, ka u ven kjo. Ollësh fjallajt. Po, da ka falë Zotin Truni. Da ka falë Zotin. Në sinat e jesë udhësën e këndujmë. Po provojna aranjmane qysh po thot ju. Po, aranjmanet kush u ban? Të rënxatë. Aranjmata nuk kena pise na ka prish me Zotin. Kena pas 600 dasma. Këtë pe shkupje të në struk, edhe në Kosovë, edhe në Shqipni. Malton, ne lombojmë Malton. E për televizia private shqipojnë në rrimë, saltonat i kërkojnë. A mund të në thoni disa vargje nga hiti juaj i fundit? Nga hiti jo një fundit tash konga ma e re, që ja rreth qikat edhe ja ka flok për floku kure ka dëgu prej nesh dysh, se tash për me mos me u tregu se na kena dhe shumë altona, po nuk i kena vesh me veti, se na rrit me vujtje zbon mërë vla me majt vetin të moth, a ki para sysh. E tash, një moment, edhe kongën kër e shkryta se na dy e deshim një femën. Na dy, o moj deshim një femën e kena desh, edhe gjelozia nuk ka pas. Ja, qysh për e kena shkryta, ti kalzoj u vlot. A pash, nonën e ka për tune ka me i kalzu. E vogjet e para e morra e këtë Sherefedinin e Dzora jashtë se këti shkoshte në vëtore. Dhe tash une e ka pa lapsi dhe shkruj, din dritore, moje dashur, se që po morri mali, ti je bukur, je si dhia, unë i larë si kalja. Dhe dy jenat larë si kalja, po dish. Pastaj, e desha shumë edhe kjo e dashi shumë, kjo e menoj strofën e dytë. Kjo e ka menu strofën e dytë, a kjo i pari e ka pa. E ta strofën e dytë, din dritë, jo pas dritare si thot, mori qafke ime, hajde dir të dera, qta me që kisha, se që mi morri hera. Po, pas taj da ka animu edhe nona pak, se kena bo kaset mirë, edhe kena shkrujt, pas taj strofën e tretë. Po fol mirë gramatikë vllot poqa. Apo fol, televizia na vana ka dash, gjithë pike makedoska televizia, na ka thirë 10 herë, po të zorë dashma për ti. Kasetën plot vajtime, ta kushtoj veç ty, post të morra, boj gjerize, do të byte braki.
Sofekate. E kina qifsha.